planin e saj, krejt projekti Kurti është një projekt populist me suggestion. Më thonë, ai qonë gjithmonë një mesazh, se cila parti politike është një familje politike, në gjithë një sekti politik, edhe do më thonë është paradoks kur i thu ti mos të shope, qënë mesazh atje, qënë mesazh tu, është e drejt e tyne legjitime e ki Partinë Demokratike, e cila është e vendosur, do më thonë, bashkë për para, natyrisht me mungesën e liderëve, e ki Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila këso radhe duket që do të bëj pak më ndryshe, nuk do të shkoj me sallat më me populizëm, te Lidhja Demokratike e Kosovës shoh vërtet një ballafaqim serioz, sepse fakti që në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të jetë i biri i presidentit historik të Kosovës, Ukrugova, dhe lista Guxo, e cila pretendon, përpiqet, thotë që ne jemi të djathtët pasasht e mirëfill të Ibrahim Rugovës, do të jetë një ballafaqim interesant të votuesit e tyne, dhe në fund e ke aleancën e cila paka shumë është kthy te origjina, te familja, te lufta, te vlerat, që e ka edhe PDK-ja. Dhe, shiko, kjo fushat në sytë e mi do të arrijë qytetari në çdo drejtim, por e kemi edhe një sfidë interesante, mesin se jetoj shumicën e kohës jashtë, është ardhja e diasporës. Unë e kam shpreh publikisht, edhe mendoj që ka qenë, edhe është një autogol i Albin Kurtit. Autogol ardhja e diasporës? Absolutisht, sepse do më thënë, shiko, lëvizja vetëvendosje dhe partnerët e saj i kanë dikun 45 deri në 50.000 votat e inxhinieringut, dhënat e qytetarëve, këso radhe do më thënë e kemi një situatë shumë interesante, sepse i kemi vetëm 78.000 të regjistruar, prej tyre dikun 54.000 ose 6.000 në zirë në base i din më mirë. Mirë për inxhiniering të votave. Nuk du, une e kam vetëm të aprofundoj, janë do më thënë pikërisht, dhe kemi një situatë shumë interesante, sepse ne në pushimet e fundvitit në Kosovë pritën vit dikun 250.000 qytetarë. Dhe ajo është një votë që vërtet se njohim. Nuk e njohim dhe kujtoj që nuk është votë e EVV-s, do t'jetë më spakti, diaspora është gjithandej e shtrim, ne kemi vetëm Gjermani 600.000 shqiptarë të Kosovës, vetëm Zvicër 350.000, diaspora është pjesa më e mirë, më e rëndësishme e Kosovës, tu janë kriju shumë paragjykime, narracione, po mendoj që... Jo si na jonë, s'jonë ma mirë, beq. E na bajë po hom këtua? Ma e mirë në kuptimin që Alel... Jo na bajë po hom Kosovë që jetojnë? Ja. Jo, bari jo. Kosova, pjesa... Po s'mund me konë ku diaspora ma mirë se na, është si na. Mujë me thonë është si na. Jo krejt. Se ka asë një interes... Jo krejt. Mos boni ajgove. Mos boni ajgove për një gusht vota ose për një mashtrim qostit. Diaspora është si Kosova. S'mund me konë ku ma mirë, se pranoj, që racizm. Nëse pranoj këtë fakt. Por raciste. Nuk e bana kuptim. Racizm kulturor, më falni. Nëse një pjesë, një popullate pretendon që ma mirë, racizm kulturor. Jo, s'është, o Alin, nuk është, a edhim pëse nuk është. Që ajme mos me ardhë hiq këtu, e mos me ta qu ty as një cent, atër bëhet pjesë e rëmakit. As një cent s'ma vjen mu e zoti Cupaj. Kush ka thonë që vjen një cent? Jo ty, neve si remites